Shkodra po bëhet gati të mirëpres një tjetër aktivitet të rëndësishëm boksi. Pikërisht këtë të diel në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi do të jetë dita finale e memorialit ndërkombëtar të boksit, që zhvillohet çdo vit, i cili këtë herë do të jetë së bashku edhe me Fists of Fire. Pikërisht të dielën në ringun e Qazim Dervishit do të ketë vetëm boks profesionist, ku do të ndeshen boksierët e njohur shqiptar si Senad Drini apo Alban Beqiri. Njeriu që organizon këtë aktivitet, promotori i Shkodran Mondi Ndohu dhe kryetrajneri Zef Gjoni, thanë se këto ndeshje do të jenë mjaft vështira për boksierët shqiptar dhe se niveli i boksit në këto duele do të jetë mjaft i lartë. Ju e dini mirë se unë sa herë që të vjen njihem mirë në Shkodër, sa qyteti jem, sidomos edhe kur janë ta eventet bukura, po këtë radhë është edhe ma veçantë sa memoriali, që përkujtojmë gjithë boksierat më të mirë të Shqipërisë. Alban Beqiri është një kundërshtar që nuk toleron, ka rezistencë fort, duhet kena kujdes. Na dina se Alban Beqiri është një boksier shumë i fort, shumë i mirë, një herë do të hupsh, andaj duhet kemi kujdes. Senadi gjithashtu ka një ndeshje shumë të fortë. Aron Zhvart ka boksuar në arena amerikane, nuk të edhin Gjerman të vinë, nuk tolerojnë, duhet kena kujdes. Unë do t'jemi i kënaqur shumë, se herë do t'jem shumë i kënaqur po të fitojnë boksierët tonë. Do t'jem shumë, do t'gëzohem shumë po të fitojnë sepse kanë ndeshje kundërshtar të fortë. Tash në kjo se dëshira jam do t'jetë me këta boksiera, për dëshirën dhe thëmë që qysh në sekundën e parë me mujtë me i hadë në katë, por është aje dëshira jam, sepse janë boksierat fort, nuk shkon aja punë është, po kanë boksierat që ne njohëm që për shembull ky ka bë me boksierat niveli jo të mirë, edhe niveli që e kam ditë që çfarë do rundë, këtë rundë do ta fitojnë. Këto nuk kam garanci se kur do të marrë ndeshje këtu. Pra, unë do t'jem shumë i lumtur për të fitojnë të dy. Ty marrë parasysh kundërshtarët e tyre që kanë. Ndërkohë, dy boksierët shqiptar Senad Drini dhe Alban Beqiri u shprehën besim plot se do të arrijnë të dalin fitimtar në këtë ndeshje, pavarësisht kundërshtarëve që do të kenë përballë. Po, jam përgatitur për këtë ndeshje, kam studiuar dhe kundërshtarin, kam bërë disa ndeshje, disa video të tij. Dhe jam shumë konfident dhe shumë i përgatitur për këtë ndeshje dhe mendoj që kena me dalë shumë me sukses. Domethënë jam shumë konfident tek pjesë që kam me fitu si ndeshje. Dhe tonë puna që mundu me zera një boks bukur, me bë një performancë bukur. Ndeshja s'ka me kanë thjesht, por kur ke bërë stërvitje ke me kanë konfident domethënë që ke me fituar ndeshjen. Jemi përgatitur në heshtje. Edhe nesër flasin grushtat vetë. Kundërshtar është shumë i fortë, rezistent, luftarak, po ne do bëjmë më të mirën, ai do japi më të mirën, le të fitojmë më i mirë. Ky aktivitet organizohet në nderim të ish boksierëve të shuar Shkodran, Liman Kulla, Shoqëri Halili, Dervish Efovia, Ymer Gruda, Fadil Efovia, Ndoc Gjoni, Nazmi Halili, Koleca Shiku, Lem Kosova, Shpresim Bregu, Kujtim Demi, Ramiz Halili, Fadil Zhega dhe Viktor Martini, të cilët nuk jetojnë më.